Kryeministri i vendit Edi Rama është në fokusin e El País, këtë herë jo për aktivitetin politik, por për krijimtarinë e tij artistike. Gazeta spanjolle ka kushtuar një profil punës së kryeministrit shqiptar si artist, duke u ndalur te ekspozita e tij në Paris, New York dhe Berlin. Intervista është zhvilluar në muajin maj gjatë hapjes së ekspozitës së tij personale në Gjermani. Në bisedën me gazetën spanjolle, Rama tregon se arti për të është një mënyrë për të përballuar presionin e angazhimit politik. Arti është si një përpjekje për të mos u çmendur, sepse politika mund të jetë një çmenduri dhe rreziku për të budallepsur është i menjëhershëm kur merresh me politik. Ai thotë se krijimtaria i shërben edhe si një mënyrë për të çliruar nga ngarkesa e politikës, është një mënyrë për të detoksifikuar, për të holluar helmin e politikës. Megjithatë, Rama e konsideron politikën një fushë të rëndësishme për intelektualët dhe nuk e sheh artin si zëvendësim të saj. Politika ka shumë kuptim dhe është për të ardhur keq që e ka humbur. Është forma më e lartë e angazhimit dhe procesit intelektual. Sipas Ramës, ndryshimi përmes politikës është shumë më kompleks. Ai kërkon të punojë drejt për drejt me njerëzit dhe institucionet. Duhet të bësh që gjërat të ndodhin, jo me boj, as me piano, por me njerëz. Dhe kjo është shumë e vështirë, është një luftë për të sjellë ndryshim. Në intervistë, kryeministri ndalet edhe tek ndërthurja mes artit dhe politikës, duke konsideruar të dëmshme ndërhyrjen e politikës në botën e artit. Rama argumenton se arti nuk mund të marrë përsipër misione që i takojnë politikës. Sipas tij, krijimtaria artistike nuk ka për detyrë të ndalojë luftrat apo të japë zgjidhje politike, por të ndikojë në mënyrën se si njerëzit e perceptojnë realitetin. Qëllimi i artit nuk është të ndryshojë botën, ai duhet të ndryshojë këndvështrimin e njerëzve. Një pjesë tjetër e intervistës i kushtohet reagimeve të politikës të huaj që kanë nënvizuar zyrën e tij në kryeministri. Humuret janë të mbuluara me punimet e tij. Rama tregon se ka pasur reagime të ndryshme nga personalitete si John Kerry, Mark Rutte dhe Pedro Sanchez. Ai rrëfen edhe një episod në një prej politikanëve të cilët nuk ia zbulon emrin, i cili mbeti i habitur nga mënyra se si është dekoruar zyra. Më pyeti, ku është zyra juaj? I thash, kjo është zyra ime. Po këto çfarë janë? Këmbguli. Kur i shpjegoi se vizatimet në murin ishin krimet e tij, politikani reagoi me abi. Ju jeni një njeri i çuditshëm, Edi Rama. Mendova se ky ishte vendi ku kujdesem për fëmijët e punonjësve, kur nuk mund t'i çoj në çerdhe. Rama thotë se përgjigjja e tij ka qenë pa aq e pazakont. I vetmi fëmijë këtu jam unë. Kështu, El País e paraqet Ramën në një dimension tjetër, duke vënë në qendër të artikullit bashkëtesën mes politikës dhe artit në aktivitetin e kryeministrit shqiptar.